Po falë Ilirit, falë gjithë atyre që kontribuan të arrit mundësia që unë të gjeja një punë. Tani më duket ndryshe, se po ngrita herët në mëngjes, hoqa mjekrën, më dhuruan roba i vesha, desha të ndryshoja dhe imazhin tim, se imazhi im nuk ishte edhe i përshtatshëm. Kur u nisa sot për në punë, ndjeva një lehtësi, se kur ke punën, ke dhe bukën, se dhe ajo punë që bëja nuk ishte se erë gjeja, erë zgjeja, erë pa bukë, erë me bukë. Ata fëmija nga mua presin. Po tani është e sigurt që tani puna është punë për ditë. Jo kur gjen apo kur nuk gjen. Kjo është që të çosh një rrogë në shtëpi është gjë e madhe për mua. Do t'ja çoj bukën fëmijëve. Avash do mundohem që edhe unë të rrugullohem të bëhem si gjithë tjerët, si edhe ata fëmijët e mi të gëzojnë mos të bredhin dhe ata si bridhja unë koshave. Genti, se shtëpia që ka aq e bukur sa po m'pëlqe, edhe po m'ngelin çelësat më pastaj. Kështu që para se ta fillojmë, merrja më mirë prej dorët. Merrem vlla çelësin e shtëpisë, edhe na e bë kabull ta fillojmë vlla drek. Shumë faleminderit juve gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen. Faleminderit. Falenderoj nga zemra. Kemi leje. Zoti ndihmoft. Amin. Faleminderit. Kemi leje vlla të fillojmë drekën? Po. Si do të fillojmë? Se na myete kur do hajmë ushqim, kur do hajmë. Jo, kur do hajmë pilaf, kam thënë.